Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha në konferencën për shtyp për gazetarët gjatë kësaj të marte foli edhe për rritjen e çmimit të karburanteve. Kryedemokrati u shpreh se në vendin tonë çmimi i naftës është 60% më i lartë se vendet e rajonit si Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Ai tha se ngarkesa fiskale mbi litër në Shqipëri është mbi 60 deri 65%, ndërkohë që në vendet më të zhvilluara të planetit në mesatare është 40-45%. Disa janë faktorët më kryesor të këtij çmimi, por në mënyrë absolute, dy prej tyre që përcaktojnë në masën 90% të çmimit të lartë janë qeveritar dhe vetëm qeveritar. Së pari, ngarkesa fiskale. Ngarkesa fiskale në vendin me varfrin më të madhe në Europë, me rrogat më të ulta dhe fuqinë blerëse më të ulët, është më e larta në Europë dhe nofta në botë. Ngarkesa fiskale mbi litrin e naftës në Shqipëri është mbi 60-65%, ndërkohë që në vendet më të zhvilluara të planetit në mesatare, vendet anëtare të OECD-s, kjo ngarkesë është 40-45%. Ndërkohë, të ardhurat mesatare të vendeve të qytetarëve të vendeve anëtare të OECD-s janë 6 herë më të larta se sa të ardhurat mesatare të qytetarëve shqiptarë. Një tjetër faktor, tha Berisha, është kontrabanda e naftës. Berisha argumentoi se mbi 350.000 ton naftë hyn kontraband përmes porteve, që sipas tij kontrollohen nga qeveria dhe më pas dhe në treg përmes kompanive. 350.000 ton naftë kontraband hyn në Shqipëri në portet që kontrollon qeveria. 350.000 ton naftë kontraband janë të barabarta me të ardhurë aktuale 410 milion euro, që të gjitha shkojnë në familjen e kryekontrollorit të kontrabandës që quhet Edi Rama. Shitja e kësaj nafte kontrabandë nëpërmjet kompanive tregon edhe një herë bashkëpunimin e Edi Ramës me kompanitë e naftës në çmimet stratosferike.